Prajmi i së martës solli një moment që ndryshoi atmosferën në shtëpi, pasi u publikua një klip i Mirit ku ai tregonte për Selin se e du. Kjo deklaratë shkaktoi reagime të shumta nga banorët dhe hapi diskutime mbi marrëdhënien e tyre që ka ndodhur që nga dita e parë me pozicionimin e tyre në një krevat. Në një bisedë me Selin, Gimbo komentoi ashpër situatën dhe mënyrën se si Miri e kishte paraqitur atë para publikut. Çfarë llogarie duhet t'i jap publikut? Edhe kishte parë fytyrë të thoshte se unë e dua për lojë. A e dëgjove vetë me gojën tënde. A i tha se ka pasur ndjenjë për ty dhe vazhdon të ketë akoma, u shpreh Gimbo gjatë bisedës me Selin. A i shkoi edhe më tej me komentin e tij duke kritikuar faktin që Miri është i martuar dhe ka familje jashtë shtëpisë. Burri plak i martuar me grua dhe me fëmijë, që mua të më kishte ndodhur do më vinte turpë dhe do kisha gënjur veten për të dalë nga kjo situatë, shtoi më tej Gimbo. Nga ana tjetër, Miri ka sqaruar se deklarata e tij ishte bërë në kuadër të lojës dhe se nuk bëhet fjalë për ndjenja reale romantike ndaj Selinit. Ai theksoi se situata ishte interpretuar ndryshe nga se kishte dashur të shprehte. Selin ka qenë kategorike në qëndrimin e saj, ai ka mohuar çdo pretendim për ndjenja romantike ndaj Mirit dhe ka theksuar se marrëdhënia midis tyre ka qenë gjithmonë vetëm shoqërore.